Haideți să-l facă nimeni așa. Qëra besaj ma i shut pak, jo i qumë dhe naj. Jo vëra, është që? Halo be? Po që këtë e bërë. Na kemi dalë për para, faleminderit. Se keni çto për më të falëzu diçka atë. Po çish keni çka kena jam. Ai morët gëzë ta. Jo. A mund më vazhdo tash? Po. Ai nuk gati gjithë më. Hajde ne bis tregonë në ju kur jeni gati. Po push, okay. Hajde gati është. Gati. 3, 2, 1. Bravo i. Mirita gjithëve, faleminderit shumë që po i ndjekni aktivitetet tona radhazi. Unë jam aktivisti Valdrin Ahmeti. Prej tekstit skandalos të marrëveshjes të cilën e ka nënshkruar Isa Mustafa, po del që zajednica do të jetë më e fuqishme se qeveria e Kosovës. Kjo zajednicë nuk do të përfshi vetëm veriun e Kosovës, por edhe komunat me shumicë serbe në gjitha pjesët e Kosovës. Kompetencat e zajednicës në polici, gjyqësi, arsim, shëndetësi e buxhet, si dhe kontrolli mbi liçenin e Ujmanit, minjerat e Trepshës, minjerat e Kishnicës, minjerat e Artanës, banjën e Kllokotit dhe Brezovicën, do të bëjë që zajednicat pamundsoj zhvillimin ekonomik dhe shoqëror dhe njëkohësisht të defunksionalizoj jetën politike dhe institucionale në Kosovë. Me këtë marrëveshje të nënshkruar, shkatërrimi dhe defunksionalizimi i Kosovës i mbetet në dorë pasardhësit të sheshelit në politik, pra Vučićit. Gjithnjë duke u ndihmuar nga Thaçi dhe Mustafa, ashtu siç u paraqit dhe në aksionin performues. Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi dëshmuan që janë të gatshëm ta shkatërrojnë dhe defunksionalizojnë Kosovën. Na mbetet neve, qytetarëve, që të mobilizohemi e angazhohemi, që ta ndalim zajednicën dhe ta defunksionalizojmë punën e kësaj qeverie në mënyrë që ta shpëtojmë Kosovën. Faleminderit shumë.